Shikues nderuar, mirë se erdhët në emisionin Betimi për Drejtësi. Jemi këtu në gjykatën themelore në Gjilan për të diskutuar me kryetarin e kësaj gjykate, zotrin Venhar Saliu, rreth rezultateve dhe sfidave që i ka kjo gjykatë. Zoti Saliu, mirë se erdhët në emisionin Betimi për Drejtësi. Betim faleminderit për ftesën dhe për mundësinë e dhënë. Mirë se erdhët edhe ju në ambientin e gjykatës tonë. Cila është gjendja aktuale në gjykatën themelore në Gjilan për sa i përket ngarkesës me lëndë dhe punës në përgjithësi? Se i përket ngarkesës dhe punës në përgjithësi në gjykatën themelore në Gjilan është gjendja shumë e mirë dhe stabile. Pavarësisht që kemi një ngarkesë konsiderueshme në kuptim të numrave të lëndëve, si çdo gjykatë tjetër, por fal punës së mirë këtyre 2-3 viteve të fundit, fal angazhimit të gjyqtarëve, bashkëpunëtorëve dhe stafit tjetër administrativ kemi arrit të stabilizojmë gjendjen dhe mund të them që këto 3 vjet e fundit jem njëra ndër gjykatat me performancë më të mirë në nivel vendi. Përsëris edhe një herë, kjo është nuk është merit e një individi, por është merit e gjithë gjyqtarëve, bashkëpunëtorëve personale dhe stafit tjetër administrativ, të cilin kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në punën e tyre dhe kanë qenë në nivel të detyrës. A muj me pa ndoshta edhe këto vitet e fundit, po sidomos vitin e fundit 2025, çfarë ngarkese të lëndëve ka pas gjykata themelore në Gjilan, sa lëndë i ka pranuar, sa lëndë i ka zgjidh dhe me sa lëndë është tani në punë? Gjykata themelore në Gjilan është njëra ndër gjykatat më të mëdha në nivel vendi dhe sigurisht që përjashto Prishtinën dhe Prizrenën me gjykata të tjera pothuajse pranojmë numër të njëjtë të lëndëve. Sa i përket pranimit të lëndëve, gjatë vitit 2025 kemi trashëguar 13.886 lëndë, kurse kemi pranuar 10.273. Nga kjo pjesë kemi zgjidhur 13.411, që në përgjithësi i bjen 131%. Duke përfshirë edhe dekët e gjykatës, jo vetëm në qendër, por nëse flasëm për në veçanti gjykata themelore në Gjilan ka një përqindje prej 34%, Dega në Vihti 132%, Kamenica 118%, Novo Brda 117%. Pra në gjitha degët, divizionet dhe departamentet e gjykatës gjatë vitit 2025, por jo vetëm, kemi pas një ngritje të efikasitetit të jashtëzakonshëm. Dhe nëse e krahasojmë me vitet paraprake apo vitet paramarrjes mandatit tim përkatësisht gjatë vitit 2021 dhe 2022, atëherë shohim që secilin vit ngritja e efikasitetit ka shku mbi 15%. Dhe tani që po flasim jemi me një gjendje jashtëzakonisht të mirë në raport me lëndë e ardhura ato të përfunduara. Jo që kemi pas lëndë më pak të ardhura, por kemi përfunduar më tepër se sa që kanë ardhur. Dhe këtë ky angazhima, kjo punë e mirë që është bërë përsëri ka të bëjë me punën e palodhshme të shumicës prej gjyqtarëve dhe pjesës tjetër mbështetës. Raportet e Institutit Kosovës për Drejtësi kryetar vazhdojnë që të evitojnë vazhdimisht vonesa në trajtimin e lëndëve dhe po ashtu te kalim të afateve të arsyeshme. Ky është një fenomen pothuajse në të gjitha gjykatat e Republikës së Kosovës, si që ndron gjykata themelore në këtë drejtim. Betim, raportet e organizatave mëndërore janë të rëndësishme se ndihmojnë në rritjen e transparencës dhe përmirësimin e vazhdueshëm në sistemin e drejtësisë. Megjithatë, nga kjo mund të përjashtojmë gjykatën themelore në Gjilan. Pasi që standardet e CEPESH-it, siç e dimë dhe strategjitë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës kanë paraparë që një lëndë të caktuar brenda 24 muajve. Dhe ne këtë standard kemi ndërtuar standard të brendshëm të gjykatës dhe gjatë vitit 2025 të gjitha lëndët që kanë ardhur në gjykatë janë caktuar brenda afatit prej 6 muajve. Por ato lëndë që i ka dhënë ligji prioritet i kemi caktuar nga 1 muaj deri në 3 muaj. Dhe kjo standardi sa i përket lëndëve me prioritet nuk është vetëm gjatë vitit 2025, por është edhe gjatë vitit 2024 dhe 2023. Dhe konsideroj që edhe këtu kem arrit një punë të jashtëzakonshme në interes të qytetarëve tonë. Kjo çështje ka ndikuar në përmirësimin e efikasitetit dhe menaxhimin më të mirë të ngarkesës me lëndë në gjykatë. A ka lëndë të vjetra dhe sa janë të vjetra këto lëndë në gjykatën themelore në Gjilan? Nga standardi i lartësekur mund ta përjashtoj degën e gjykatës në Viti, ku edhe gjatë fillim vitit kemi marrë disa hapa në drejtim dhe shpresojmë që edhe kjo degë
të bashkangjitet qendrës, degës gjykatës në Kamenis dhe degës në Nobërt. Kem një gjyqtar, një ose dy gjyqtar kanë fillu të caktojnë lanë në gjykatën, në degën e vitis të lanë të vitit 2024-2025 dhe shpresojmë që 2 muajt e ardhshëm të përfundojnë gjitha lanë që janë më të vjetra se kjo. Në përgjithësi lanë të më të vjetra se vitit 2024-2025 në gjykatën tonë përjashtimisht ka në ato raste që ka probleme procedurale, në qoftë lanë lëmin civile apo edhe penale. Në të kundërtën, të gjitha lanë janë në punë, për përsëris dhe njerë përjashtohet dega e vitis e kësaj gjykate. Edhe për kundër faktin se në këtë degë kemi ndihmuar nga viti 2023 me gjyqtar bashkëpunëtor profesional dhe përkthyes dhe staf tjetër mbështetës. Në cilat fusha kryetar konsideroni që ka pas progres dhe në cilat fusha ka pas regres, nëse ka pas? Progres që me thonë ka pas shumë në të gjitha fushës, si thash edhe më lartë, në gjitha departamentet, në gjitha divizionet dhe degët e gjykatës, këto 3 vite e fundit ka pas një progres të jashtëzakonshëm. Veçanërisht në menaxhimin e lëndëve dhe në rritjen e efikasitetit. Gjithashtu ka pas progres edhe në rritjen e përgjegjësisë dhe llogaridhënies të stafit administrativ dhe stafit gjyqësor. Sfidat padyshim që kanë qenë dhe do të jenë për shkak numrit të madh të rasteve, kompleksiteti i rasteve, numri i madh i provave, nxjerrjes së ekspertizave, apo edhe në ato raste kur kemi të bëjmë me numër të madh të akuzuarve në lëmin penale, po qoftë edhe ato civile. Pavarësisht sfidave që ekzistojnë, gjykata themelore në Gjlan mbetet e përkushtuar për të garantuar sundimin e ligjit dhe për të siguruar që çdo qytetar të ketë qasje në drejtësi, jo vetëm të merr drejtësi, por edhe në kohë të arsyeshme. Flasim tash pak për kapacitetet. Cilat janë kapacitetet e gjykatës themelore në Gjilan dhe a ka mangësi, nëse po, ku janë të evituara? Përgjithësi mund të them që kapacitetet tani për tani jem minimalisht të mbuluar me gjyqtar. Në momentin që po flasëm, 34 gjyqtar janë në gjykatën tonë figurojnë, po kurse prej tyre janë 29 aktiv, ku 4 prej tyre gjenden në Akademinë e Drejtësisë dhe një gjyqtar ka më tepër se 2 vite që është pezulluar puna. Por sfidë sa i përket kapacitetet mbetet se në këtë vit na pensionon edhe 4 gjyqtar. Pra deri në fund vit do të punojmë me -8 gjyqtar, që është jashtëzakonisht një numër i konsiderueshëm i gjyqtarëve. Pasi siç e dim, pa gjyqtar na nuk mund të funksionojmë apo të ofrojmë drejtësi në kohë të duhur. Por edhe më tepër sfidët paraqitet pasi që kem, siç thash më lart, edhe një standard brendshëm ku kem arritur të caktojmë që brenda 6 muaj të kryejnë gjitha, të caktohen lanë gjitha cilë që hyjnë në gjykatë. Nëse muj me plotësu edhe kështu sa i përket një fakt shumë më rëndësi, sa i përket kapaciteteve, në qendër janë dikon 19-20 gjyqtar që kemë punuar nga viti 2023 të përfshi mu, dhe 16 nga ta kanë qenë të angazhuar edhe në për degë e gjykatës. Ku shfrytëzoj rastin që të falenderoj gjithë ata gjyqtar, bashkëpunëtor profesional dhe staf tjetër administrativ që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme që të vim këtë gjendje ku kemi ardhur sot. Kryetar, folet parës për ngritjen e efikasitetit dhe ngritjen e llogaridhënies që ka ndikuar që të ketë një efikasitet tjetër. Sa i përket llogaridhënies, është problem që është i shfaqur pothuajse në gjithë sistemin gjyqësor, po ashtu edhe në sistemin prokurorial. Çka është bërë në këtë drejtim në gjykatën themelore në Gjilan? Vetëm them të drejtën, është bërë shumë nga viti 2023 në aspektin e llogaridhënies dhe përgjegjësisë. Fillimisht me disa staf administrativ mund të them që kemi pas probleme të vazhdueshme sa i përket të respektimit të orarit vendit dhe tyrat punës. Fillimisht kemi biseduar me ta, takime të vazhdueshme, lutje, kërkesa, ata cilët kanë kuptuar, ata cilët nuk kanë kuptuar, kemi filluar procedurën ndaj tyre, kemi shqiptuar vërejtje. Në ato raste kur ka pas hapësirë, kemi procesuar edhe në komisione disiplinore. Kurse sa i përket gjyqtarëve, edhe kjo ka qenë një sfidë në veti, pasi që
Unë personalisht në atë kohë gjithherë për foli në momentin e marrjes të mandatit, kom vrej disa fenomene apo dukuri negative, si që janë mosaktimi i lanëve të rigjykimit me muaj të tërë, me vite të tënë, shtyrja e seancave pa bazë ligjore, tjetër mos saktimi i lanëve sipas radhës. Gjithashtu edhe këto kem diskutuar me gjyqtarë në kolegjiume, por edhe diskutime jo formale. Kem kërkuar, kem lutur të njëjtit që të procesojnë landet sipas radhës, të procesojnë landet të rigjykimit. Në të kundërt detyrohem të ndjek procedurat e parapara ligjore, pasi që edhe unë jam autoritet kompetent dhe mund të inicoj procedura disiplinore. Sa raste ka pasur që janë iniciuar procedura disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe çu kanë përfunduar ato? Disa raste kam iniciuar për fenomene të lartësekura, ka raste që janë shqiptuar, por jo vetëm për fenomene, kem pasur edhe për sjellje të pahishme në raport me qytetarët apo me persona të caktuar. Raste nuk ka qenë vetëm kategoria që i potencuar, por ka pasur edhe këto, ka që janë shpallë përgjithësi, janë dënu, kanë marrë dënimet e meritume, po kemi raste që janë liruar. Përkatësisht nëse jam i saktë, 2 raste janë liruar, kurse të tjera të gjithë janë gjetur përgjes. Sa kanë qenë raste të tjera? Nëse zgaboj, dikon rreth 6 raste tjera, 5 ose 6, nuk jam i sigurt. Unë po flas ndër vite 2023-2024. Pra ka pas raste të iniciuara, ka pas trajtim të tyre dhe shumicën prej tyre pas ka pasur edhe masat shqiptuara nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Dhe kjo thoni që ka ndikuar që të ketë një llogaridhënie tjetër në gjykatën themelore në Gjilan, që është përkthyer në këtë efikasitet që Gjilani njihet sot si një ndër gjykatat më efikase? Po besoj është njëri ndër faktorët. Njëri ndër faktorët që ka ndikuar nëse e dim gjithë në shtyrjen e seancës pa arsye është një kosto. Momenti që kemi eliminu këtë fenomen, atëherë ato lanë që janë caktuar janë përfundu. Lanë të rigjykimit, ligji ka parapar 30 ditë, po jo me muaj e vite të tënë, kem pas raste të cilët nuk janë caktuar. Tash që po flasim, nuk kem asnjë rast që nuk trajtohen brenda 30 dite, eventualisht 45, eventualisht 2 muaj, nuk kem raste që mbetet pa u caktuar pas kthimit në rigjykim. Dhe sigurisht që kjo ka ndikuar edhe u shpërthyq, siç e thatë edhe ju, edhe në ngritjet e efikasitetit, por edhe të përgjegjësisë dhe llogaridhënies. Pra po thoni që ka pas këso probleme të këtyre natyrave që janë fenomen pothuajse në shumicën e gjykatave në Kosovë. Dhe kjo praktik, kjo kulturë, a ka ndryshuar tani dhe a ka ende shumë punë që të vazhdoj tutje në mënyrë që të ketë progres shumë të madh? Nëse kthehemi mbrapa e shikoj gjendjen ku kem qenë e ku jem sot, unë personalisht jam shumë i kënaqur, por sigurisht që ka vend edhe për shumë më tepër për të bërë e më mirë për to. Po fenomenet me përsëritjen e të rigjykimit, landëve të rigjykimit, apo shtyrjen e seancave apo caktimin e landëve paren, më thonë, mund të ketë ndonjë rast të izoluar, apo për arsye procedurale që s'ka mund të futet në punë, në të kundërtën nuk kem asnjë rast. Kjo ka përveç procedurave të udhëheqja, po edhe kam harxuar tepër energji të diskutuar me gjyqtarë që duhet të respektohet rani, duhet të caktohen lanë, se pasi që se kam paraqë unë, po ligji e ka paraqenë një gjë të tillë. Kryetar, cili është raporti i gjykatës themelore në Gjilan me shoqërinë civile dhe mediat për sa i përket transparencës? Vetëm të them sinqerisht, transparenca është një element thelbësor për besimin e publikut në drejtësi. Unë si kryetar i kësaj gjykate apo edhe gjykata në tërësi konsideroj që kem qenë mjaft transparent, të hapur qoftë për publikun, qoftë për mediat, dhe nuk kem asnjë rast që s'kem kthy përgjigje brenda afatit optimal. Gjithashtu kem marrë hapa konkret për publikimin e vendimeve, dhe këto 3 vjet e fundit ka qindra vendime të publikuara. Seancat rregullisht i publikojmë në tabelën e shpalljeve. Kam takime të rregullta me ditë e hapur e gjykatës me qytetarët, pres në bazë ditore, avokat
ndëgjoj shqetësimet e tyre në lidhur jo vetëm me gjyqtarët, por edhe me stafin administrativ. Në ato raste kur ka hapësirë për shqetësime apo për iniciimin e procedurave, grumbulloj provat, autorizoj apo kërkoj nga administratori apo shefa të drejtë për drejtë që të hapin rastet dhe të vazhdojmë me procedurët. Dhe mendoj që transparenca parakush për besimin në drejtësi dhe besimin qytetarë në sistemin e drejtësisë ndërtohet përmes transparencës. Definitivisht përmes transparencës, dhe nëse jemi transparent dhe konsideroj që nuk kemi çka të mshefëm në punën tonë, qoftë përsërisë edhe qoftë publikimin e seancave apo edhe publikimin e vendimeve gjyqësore apo edhe përgjigjet përderisa ato kërkesa janë bazuara në ligj, edhe nuk cenojmë pavarësinë e procesit gjyqësor. Kryetar, po kalojmë te disa prej lëndë që janë të njohura në publik, që ka interes të madh publik për to, e që janë lëndët e korrupsionit. Sa lëndë të natyrës korruptive janë në proces në gjykatën themelore në Gjilan dhe si trajtohen ato? Si sfidues kisha me thënë që edhe lëndët e natyrës korruptive edhe për gjykatën tonë janë mjaft sfiduese, për faktin se janë të ndihshme. Përveç tyre kemi prova të shumta në ato raste, kemi raste ku janë shumë të akuzuar dhe në punën tonë të përditshme paraqesin sfidë. Definitivisht paraqesin sfidë, por ato raste si çdo rast tjetër janë përfunduar, janë në proces duke bazuar në ligj dhe prova. Sa raste të tilla i ka gjykata themelore në Gjilan? Nuk jam i sigurt me raste, por nuk jem shumë të ngarkuar, edhe ato të cilat janë raste janë pothuajse të gjitha në punë, nuk kem asnjë pasaktu, por me numër konkret nuk i di, nuk kam statistikë. A ka probleme në politikën ndëshkimore te këto raste të korrupsionit në të cilat krejt gjyqtarët kanë probleme sipas raporteve vlerësuese nga organizata vendore dhe ndërkombëtare. Pra edhe prokurorët ankohen që të gjitha lëndët e natyrave të tjera ju kalojnë në gjykatë, ndërkohë që lëndët e korrupsionit nuk kalojnë kryesisht, ose edhe kur kalojnë shqiptohen dënime të cilat nuk janë adekuate, nuk e arrin qëllimin e dënimit sepse janë të buta. Sigurisht me politikën ndëshkimore kem probleme jo vetëm të lëndët e korrupsionit, por edhe të lëndët të tjera. Por siç e dim, çështja e vendimarrjes së çështje gjyqtarit individual apo trupi gjykues, përpjekjet e Këshillit Gjyqësor apo Gjykatës Supreme kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë që zbatime politikën ndëshkimore, kur ai kemë edhe një të nxjerrur një udhëzues për politikën ndëshkimore. Unë personalisht si kryetar disa herë kam trajtuar atë udhëzues nëpër kolegjiume, kem diskutuar për lidhur me udhëzuesin dhe shpresojmë që këto probleme të mos jenë. Kritikat janë mirë se ardhura, thash edhe pak më lart, si nga shoqëria civile, por ndoshta nga prokurorët do të më pas kujdes ndoshta edhe prokuroria në kualitetin aty të akuzave. Kurse sa i përket dënimeve, plotësisht pajtona, kam dëgjuar, kam lexuar që ndoshta në disa raste ka një politikë ndëshkimore shumë të ulët në raport me rastet cilat janë trajtuar. Kryetar, një prej shqetësimeve që është ngritur vazhdimisht për Institutit Kosovës për Drejtësi ka të bëjë me shqetësimin e cilësisë të arsyetimit të vendimit. Pra, arsyetimet e vendimeve janë ende të mangëta dhe nuk janë ashtu siç kërkohet, pra, dhe kjo i bën ndonjëherë të duken edhe vendime jo shumë adekuate, sepse ka një arsyeshmëri e cila nuk është e cilësisë së duhur. A është ky problem në gjykatën themelore në Gjilan edhe qysh po adresohet? Padyshim që edhe ne na përfshin arsyetimi apo cilësia e vendimeve, si çdo gjykatë tjetër, dhe mund të them që ndoshta si sfidë është në gjykatën e shkallës parë, këto më tepër sa në gjykata tjera. Obligimi i gjyqtarit është të gjykojë apo të vendosë me fakte, prova dhe ligj, duke zbatuar procedurën e paraparë, gjendje faktike të vërtetuar në mënyrë të duhur dhe zbatimi i drejtës materiale. A ka probleme? Sigurisht që ka, vetë fakti që thoni edhe ju që në raportet të ndryshme janë gjetur këto
të mirë. Unë si kryetar në planin për vitin 2026 kam parapar në këtë drejtim si aktivitete që shkëmbimi provoja mes gjyqtarëve, ku edhe jemi muajin e tretë të këtij viti, sigurisht i kemi dikon 6 takime të mbajtura pikërisht për kualitetin. Kemi marrë edhe analizimin e vendimeve të shprishura nga gjykatat instanca më të larta, edhe ato të njëjtat i diskutojmë qoftë me divizionin civil apo edhe penal, dhe konsideroj që është një frymë shumë e mirë bashkëpunimit mes gjyqtarëve në gjykatën tonë. Dhe shpresojmë që po sigurisht edhe nuk është dorën tonë më tepër të bëjmë, po është edhe Këshilli Gjyqësor apo Akademisë Drejtësisë që të ndërmarrin, por edhe siç e dimë, shkrimi është cilësia e çdo gjyqtari individualisht, aftësitë tina për të shkruar apo arsyetuar një vendim të cilën se dispozitivi siç e dimë është pak më i shkurt, por arsyetimi është shumë më i gjatë. Dhe që ato që i mnojmë 3-4 rreshta në dispozitiv sigurisht që në arsyetim na dalin disa faqe për të arsyetuar pse kemi vendosur në atë mënyrë që kemi vendosur. Dhe konsideroj që është shumë e rëndësishme një arsyetim të jetë shumë kualitativ. Kryetar, cilat janë 3 problemet strukturore me të cilat përballet gjykata themelore në Gjilan? Ka më tepër se 3, po me që pi përmendje apo pi kërkoni 3 Ma kryesore. Ma kryesoret, padyshim sipas vështrimit tim ka të bëjë me personalizim dhe disiplimin e stafit të stafit administrativ dhe gjyqtarëve, ngarkesa e madhe me lënë kapacitetet institucionale. Te kapacitetet institucionale shpjegova pak më lart që për gjykatën tonë do të jetë sfidë, pasi që i bjen që të punojmë me 8 gjyqtarë më pak brenda këtij vitit në raport me vitin paraprak. Një nga sfidat po ashtu që përballen gjykatat është edhe kapaciteti i tyre, mangësitë e tyre dhe nevoja për të pasur përkrahje nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Sa jeni përkrahur nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në kërkesat që i keni pasur si gjykatë themelore në Gjilan? Deri më tani sigurisht që bashkëpunimi dhe përkrahja e Këshillit është më së nevojshme, jo vetëm për ne si gjykatë apo për mua si kryetar, por për gjithë sistemin gjyqësor. Kemi pas një bashkëpunim të ngushtë dhe në ato raste kur ka pas mundësi për ta na mbështet me gjyqtar apo staf tjetër administrativ, padyshim që kërkesat tona janë aprovuar, janë procesuar dhe kemi marrë to, po siç e dimë edhe problemet rreth buxhetit apo rreth stafit është një sfidë edhe për Këshillin Gjyqësor për plotësimin e gjitha kapaciteteve të cilat ka nevojë një gjykatë. Po në përgjithësi mund të them që jam i kënaqur me mbështetjen të cilën kemi marrë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. E dim që ekziston një trup shumë e rëndësishme në kuadër të sistemit gjyqësor, që është Asambleja e Kryetarëve të Gjykatave dhe Gjyqtarëve mbikëqyrës. Cilat janë përfundimet dhe rezultatet që i ka pasur kjo asamble duke ditur rolin që e ka? Siç e thatë edhe ju, është një mekanizëm i rëndësishëm dhe në takimet tona që janë pjesë e viti 3, viti 4 që janë pjesë e Asamblesë Kryetarëve, diskutimet apo problematimet të cilat i kemi adresu apo i kemi diskutuar në takimet tona, ku kemi nxjerrë rekomandime për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, dhe ato rekomandime pothuajse të gjithë janë përkrahur, janë diskutuar në Këshill nga anëtarët e Këshillit dhe janë marrë veprimet konkrete në drejtim të plotësimit apo adresimit të problemet që ne si kryetar apo gjyqtar mbikëqyrës i kanë ngritur në ato takime. Dhe konsideroj që duhet të vazhdohet tutje me këto, po ndoshta edhe me një vëllim më të madh të problematikave apo kërkesave të cilat adresohen nga ana e gjyqtarëve apo nga ana e kryetarëve përkatësisht gjykatave apo edhe degëve të gjykatave. Zoti Saliu, faleminderit shumë. Faleminderit shumë betim për juve, ishte kënaqësi bashkëbisedimi, ju presëm edhe hera tjera. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë intervistë me kryetarin e gjykatës themelore në Gjilan, zotrin Venhar Saliu, me cilin diskutuam për rezultatet dhe sfidat që i ka gjykata themelore në Gjilan. Gjithë ju që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike. Deri në emisionin e radhës nga unë Betim Musliu, mirëmbëjtje.